Lida Demokratike e Kosovës sot është në grupacione. Problemi nuk është më çka thonë të tjerët, por çka po thuhet në LDK. Që i bie problemi tani që ka dalë është LDK-ja po e zbulon, njerëzit brenda saj dhe shpjegimet ose arsyetimet e kreut të Lidhjes Demokratike të Kosovës se kundërshtarët po e bëjnë këtë, unë nuk i mora shumë seriozisht, për arsye se kishte më qenë shumë më drejt si lideri një partie që dilte hapur qartësisht me shpjegonte të gjitha këto problemet të cilat janë të dogshme dhe të prekshme edhe të dëgjueshme, sidomos që thuhen nga brenda. Lidhja Demokratike e Kosovës sot është në grupacione dhe kam përshtypjen që është thelbi i interesit cili prej tyre grupacioneve dëshiron të jetë pjesë e qeverisë dhe cili nuk dëshiron të jetë qeverisë. Mirë po, thelbësisht vetëm në LDK nuk kam pa dhe nuk pasoja morale politike gjithsesi që do të ketë për LDK-n. LDK-ja ka pas nevojshme të tregohet demokratike, të tregohet e drejtë, respektuese ndaj procesit zgjedhor, ndaj votës së qytetarëve, dhe kjo është pasoja më e madhe që mund të ndodhë një subjekti politik përjashto pjesët ligjore dhe pasoja tjera.